Unë jam Katia Nela, ishe burgosur e politik nga regjimi i Enver Hoxhës, u burgosa së bashku e burin tim, herojin Kapzinela. Në moshën më të bukur të rinis, u dënova me 10 vjet burg politik, dhe im shoq u dënua për 10 jetën, duke e kryer dënimin në kampë çfarrose të Burrëtit, Sfaqit, dhe në kampin e internimit në një fshat të Palor të Ardhmë, Kukës. Deri me datën 10 gusht 1988, kur diktatori Ramiz Alia dhe Kristajt Rama, babai i kryeministrit Edi Rama, firmosën parjen e poetit dhe ekzekutuan para 38 vitesh në mes të qytetit të Kukësit, kur trupi i poetit Balviti në litar në mes të Kukësit, partia që drejton Edi Rama hit të vale rreth kukomës të poetit Zemërzjan. Të dashur djeve vajza, mua komunizmi më la pa familje, më ekzekutoi burrin hero Kapzinelën, më la pa fëmijë, dhe kam 35 vite të shëndoqëtura demokraci, që përbalemi me urrëtin e partisë, së ekzekutorit të shqiptarëve dhe të birit të ekzekutorit Kapzinelës, Edi Rama, që mban postin e kryeministrit. Rama që mban postin e kryeministrit, vetëm në Shqipëri ekzekutojnë birin e një ekzekutorit të poetit të lirisë, të jetë kryeministër i një vendi që pretendonte që është demokratik. A ka ndonjë vend demokratik në botë që vditë ekzekutorëve të diktaturës komuniste të bëhen kryeministra? Kjo do të kënej, se forcat politike pas rritit 1990 nuk i dënuan krimet e komunizmit. Dhe ju, dhe kur ju shumë, ju djeve vajza shqiptare, për 72 ditësh këtu në Tiranë, në baje zemra marë, dhe i drejtojmë të rrallit të. Ju jeni fëmijët e mi, e Kapzinelës, se po qoni për para kamuzeve lirisë që u marë pojeti. E u shdoket kuponat e 6.000 shqiptarve që ju me propozimin të kryetarit të rionit burgosëve politik, aktivisti pa lodhur në publikimin e krimeve të komunizmit Besim Drejgjor. Bajtët këtë shesh lirie 1 minutë. Për jetët e tyre, mirënjohje, ju që nderuat jetët njerëzore që u vranë për një Shqipëri demokratike. Unë dhe bashkuesit e mi nuk kemi hakmarrës, por duam drejtësi e cila fatkeqësisht mungon në vendin tonë. Për 35 vitesh që quhet demokratik e vepron si diktaturë, e kam prit ka 35 vite që kryeministri shqiptar Edi Rama të kërkonte falje. Që babai i tij firmosi parje me litar të burrit tim Kapzinelën. Përkundrazi, ai jo nuk kërkoi falje, por kërkoi deputetët e parlamentit të përrekuleshin për babain e tij deri në fund të kampit. Dhe ky kryeministër krenoja me firmën e babait të tij, që kishte varur poetin e lirisë. Herojt nuk vdesin, ato lancohen nga vepra që lanë pas brezat e ri. I dili do vete në Kapzinelën. Diktatura e mori jetën, por jo Borranin, jo qëndresën, jo diktrin, jo identitetin e tij kombëtar si shqiptar i pamtishëm. Ju rinje shqiptare, kërkoni Shqipërinë e re. Hajde Shqipërinë e re. Shqipëria që lufton për 25 vite Kapzinela me mirën
shqiptarët bën 9.500 vite burg. Ato që bën